Dashur miq, ashtu si thamë sot, do të flasim për një temë që prek secilin prej nesh, prek bizneset, prek ekonominë tonë, prek gjithë shka. Sepse në fakt, duke pasur një shtrejtim të energjisë elektrike, ne po ballafaqohemi me çmime më të larta në vendin tonë. Ne kujtojmë që muaj më parë pati një rritje prej 16.1% që pa të shkaktuar një shqetësim të gjerë në popull, tek bizneset, pati protesta, pati reagime, madje pati edhe procese gjyqësore që të gjitha dalën, nëse mund të themi kot, në kuptimin që përfundimisht ZRE-ja vendosi që kjo tarif të aplikohej. Por, po flitet për një tjetër mundësi të rritjes së çmimit të energjisë elektrike në vend. Cilët janë faktorët që mund të ndikojnë një gjë të tillë? Si do të ndikojë kjo në xhepin e qytetarit? Si do të ndikojë kjo në, nëse mund të themi, punën e bizneseve? Me një fjalë, si do të ndikojë kjo në jetën që po bëhet në vendin tonë? Këtë do ta diskutojmë me ekonomistin Mustaf Kadriaj. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Kënaqësi që me ne kemi në studio edhe njohësin e çështjeve sociale Vebi Mujkun. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Dhe në një lidhje të drejtë për drejtë do të kemi edhe profesorin dhe ekspertin e energjisë elektrike, zotrin Vezir Exhepi. Përshëndetje profesor, faleminderit shumë për kohën që më ndani sot për ne. Përshëndetje edhe juve. Faleminderit për ftesën, megjithatë nuk po ndëgjoni shumë, pak po ndëgjoni kështu. Okej, po besoj që regjia do ta rregulloj këtë çështje në komunikimit tonë. Po ju lëm pak hapësirë për të kaluar më pas te ju, derisa regjia të rregulloj këtë problematik, sepse nëse nuk dëgjohemi, mandej si të marrim përgjigjet e duhura. Zotri Kadriaj, po filloj me juve. Si e vlerësoni ndikimin ekonomik nëse veç do të kishim edhe një rritje tjetër, do të kishim edhe një ngritje tjetër të çmimit të energjisë elektrike, për cilën në këtë kohë po flitet shumë. Biles, sa kujtoj në diskutimet e bëra muaj më parë, edhe në atë kohë flitet që sapo të vi dimi do të kemi një tjetër rritje të çmimit të energjisë elektrike. Po edhe neja këto vlerësoj që si duket rendit botror dhe në përgjithësi qeveritë botrore e kanë zgjedhur ato më të lehtën për ta, por që më rënda për qytetarët dhe bizneset, dhe në fakt në këtë drejtim ku flasëm, është duke ngarkuar në vazhdimsi portofoli i qytetarit dhe i bizneseve, sepse këto dy kategorinë para oktit kryer, sepse nuk kanë gati ja bojnë, do të me jetu edhe ai biznesmeni me majtë me një farë me qarkullu aktivitetin e vetë biznesor, po edhe ne si familjar do të me pa tjetër më furnizu dhe kështu çdo ditë me një farë të kurrët portofoli jonë të hyra tona, por që është me pa tjetër të kryjmë obligimet ndaj furnizimit të energjisë elektrike, se ko është dalimi tek ne dhe tek popuj tjetër, ka do të në bazë të media që i shumë, disa popuj më të qytetërohen me në farmyre e kanë aktivizimin e tyre qytetarë më të larë, vedijen më të larë, pa marë për asur që ata jetojnë në demokraci, por kër është në pyetje interesi ty në fakt ata ngrisin zërin dhe ngritin në protesta, nërsa kërë flasë më rastin tonë si Kosovë, që nga mbas luftës, si duke qytetarë në është atë lodhër edhe me luftën edhe ato protestat, demonstratat e para luftës, në një farë njërë për i kalojnë në heshtu, por që du ta kemë qartë që nëse delë protestin ti nuk je kundra qeverisë, për i duke mërët interesin tanë dhe është me një farë njërë është në atë kuptimin kulmi qytetarisë nëse ti e këto. Kërë marëm dalimin tash kampanjet e partive politike, po këta qytetari mbushin salat, restoranet, ku da që e në kështë që është një diçka, këtë qytetar, dikun gjenë kohë me shku, ndërsa për interesin e vetë, dhe për derisa e ka këtë loj neglijensi, këtë loj, që me thonë, është në gjumë, për qeverit nuk i bëhat vanë, edhe pse për derisa ki kësi loj qytetarit të ndëgjushëm, në faktë qeveritë vetëm e rritin në dozën, ose si të populli fitilin e ngritjes së çmimeve. Dhe aqë më shumë, unë gjithmonë si ekonomist kam thënë që gjitha produkte tjera, derivatet, shporta konsumit në momentet caktune, për fajtë jo të mirë për e kemi importin lartë. Por, të kërosë energjisë elektrike, në është dasht me qenë dhe thëtë një gadishull arabek në atë kuptimin nëse mërë korelacionën se krasimin, ata me derivate në me energji elektrike, sepse jenë vendi i 5 në botë për rezerva, vetëm të kishën pos stabilimentet, ose ato që është Kosova 1-2, ose që është pritë Kosova e rejtë, pra, është një diçka që aty është fut pare shumë, por që sa që është ndërtu një e rejtë, por që nivelli kështë përdorimit është diçka që nga mbasi të në kohën e misionit të mikut edhe ka vazhdu edhe vazhdojnë, por që
për fat ju të mirë jem me këtë status quo që nuk kem diçka stabiliment të ri dhe po përballemi me furnizim energji elektrike. Në momentin që ti përballesh me import, ti e para këtij kryin që ti do të më furnizu dika. Edhe në këtë rast qeverit ose në këtë rast zëreja e ka dhe se tash këtë ja parsye sa do dhe ti më një farmëri e para këtij kryin. Thot ka më pak prodhem sepse është sezona dimrit, po edhe ti më një farmëri nuk ki nga ti ambana dhe mënyrë të heshtur pajtohesh, por që du ta kem qartë që bie cilësia e jetës në Kosovë. Ndashta mund të ketë rritje ekonomike që i ka parashiku banka botërore, por gjithmonë ne si ekonomistë do ta bëjmë dallimin dhe më jau qartësua dhe qytetarëve që rritja ekonomike me zhvillim ekonomik ka të bëjë si nata me ditë, sepse tek puna e zhvillimit është pjesa e mirëqenies dhe e cilësisë së jetës së qytetarit. Kur flasim në këtë rritim jo vetëm tek energjia elektrike, po ka edhe shumë tema që ndoshta mos të e konsumoj për fillim, do thotë janë edhe mes të ftuar në këtë rast. Kështu që mund ta elaborojmë. Po besoj që zotrin Rexhepi e kemi ende në linjë, po më dëgjojnë tani, po na dëgjojnë mirë? Pak shumë do të po ndëgjosh, nuk e di pse. Atëherë, zotri Rexhepi, shpresoj që po më dëgjoni. A ekzistojnë gjasat reale që nga tani e tutje në këta muaj që mund të themi vjesht dhe dimër që na presin të kemi një ngritje të çmimit të energjisë elektrike edhe më tej, e tham edhe në fillim që qysh muaj më parë kur u vendos ky 16.1% është flitur për një tjetër ngritje të çmimit të energjisë pikërisht në këtë periudhë kohore. Cilat janë gjasat reale, si e shihni ju nga këndi juaj? Me sa kuptoj, çështja është pra të mundësitë e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike këto muaj të ardhshëm, sidomos në këto muaj kur edhe jemi në prag të dimrit. Faktikisht ka ndodhur ajo, siç e dimë të gjithë, rritja e çmimit të energjisë elektrike për 16.1%. Megjithatë, duke parë trendin e energjisë elektrike, pra çmimit të energjisë elektrike në Evropë, unë mendoj që nuk është një rritje e madhe ose nuk është faktikisht gati një stabilitet ta quaj ashtu energjisë elektrike ose çmimeve të energjisë elektrike pra në vende të tjera. Kështu që duke pas parasysh situatën energjetike në Kosovë, faktikisht ne varemi kryesisht nga energjia fosile, pra nga ligniti, kështu që diku mbi 80%, edhe faktikisht edhe kjo energji sigurohet nga termocentralet e Kosova A dhe Kosova B, edhe shpresoj shumë që duke pas parasysh dhe këto trende, duke pas parasysh se një numër i konsiderueshëm i bizneseve, prodhuesve dhe ato që kanë qenë pra për treg të hapur, unë po shpresoj që nuk do të ketë pra një ngritje të çmimit të energjisë elektrike këto muajt pra që na presin gjatë dimrit. Profesori Mustaf përmendi një element shumë të rëndësishëm që pikërisht në muajt e dimrit ne jemi të prirur që të bëjmë importimin e këtyre elementeve që na duhen për furnizim e energji elektrike. A mund të jetë po, dhe bie prodhimi, a mund të jetë kjo një po, të paktën kështu thonë. A mund të jetë kjo një arsye që ne në këtë periudhë të ballafaqohemi me një tjetër ngritje të çmimit të energjisë elektrike, apo është siç e thot profesori një mënyrë për t'u arsyetuar nëse veç eventualisht do të kemi ngritje të çmimit? Thënë të drejtë, nuk po ndëgjohet mirë që ta marrë pyetjen saktë nga ju që thash, nuk po ndëgjoj shumë mirë ashtu. Nuk e di pse. Regjia, mund të provojmë që ta marrim profesorin Rexhepi edhe një herë të lutem, ta marrim linjën nga fillimi, deri atëherë ne do të vazhdojmë diskutimin dhe zotri Mujku, ju jeni çdo ditë me qytetarët, keni punuar një periudhë shumë gjatë në qendrën që merret me çështjet dhe rastet sociale. Një 16.1% ne përmendi profesori patëm ca aktivitete, ca nisma, po jo të nivelit të kënaqshëm për t'ju kundër përgjigjur një pakënaqësie siç është ngritja e një çmimi të energjisë elektrike deri në këtë muaj. Nëse do të kishim një tjetër ngritje, si e shihni ju? A do të mund ta përballonin me këtë ekonomi, me këto çmime që kemi në ditët e sotme, të fillu prej produkteve baze deri tek ato që janë më elementare? Po, unë jemi prirë të besoj çdo herë që kemi pas ngritje të çmimeve, duke pa praktikën ndër vite, sa herë që ne jemi anku si popullat që nuk po ja dalim deri në fund të muajit çdo herë qeveria
ka reflektu me një rritje të çmimeve. Këto që e thanë edhe parafaqe që është shumë e vërtet, një mungesë e vetdijes qytetare për protesta, për mbrojtjen e drejtave të tyre, është diçka që ne duhet të reflektojmë, të gjithë së bashku të shohim se si duhet të reflektojmë karshi kësaj rritjes të energjisë. Kjo vlera 16.1% shpesh është e paspjegueshme, po folëm tash na si qytetar, fillimisht si familjar, pastaj edhe në aspektin tjetër, ku 16% do të ishte nëse kemi pas një fakturë 50 euro para një kohe, me rritjen e energjisë 16% nuk kupton edhe 9 euro dikon rritje të vlerës së faturës. Mirë pas një prej neve nuk ka marrë fakturë 90 euro, 90 euro deri 110 euro. Pra është një mënyrë e pakontrolluar matja energjisë, sa po shpenzohet energjia. Kem dallime në njësor, kem dallime në shpenzime që na ka shtyr të gjithë të bëjmë edhe ekspertë energjisë, karshi ekspertizave tjera. Pikërisht për shkak se po shohim që është duke ndiku diçka më të madhe. Dhe nëse çdo ditë kem debate për krimin energjetik, me të vërtetë ekonomistat edhe të gjithë e dinë ndoshta më mirë me shpjegoj se sa ne që me jemi në çështje sociale, mirë po është një krem duke ndodhur në këtë rast. Ne po shohim që kjo po ndikon drejt për drejt në rritjen e varfërisë. Në secilën ditë, pagat nuk po rriten. Sado që ka pas një rritje të vogël, ka një gjysmë koeficienti, ka qenë një rritje akull, kukull, kështa me thonë ashtu, kur e shohim që çdo ditë raportet e Agjencionit Statistikave të Bankës Botërore dalin me shifra alarmante kur rritet shporta e konsumit 6%. 6% është jashtëzakonisht e madhe. Nga muaj në muaj është. Nëse raporti fundit nuk e shqetësoj askënd qeverisë, s'pagu ta thirrni mbledhje dhe të diskutoj për të kurrën e popullatës ku dul Kosova, vendi parë në botë, me 9.7% kurrë të popullatës, përderisa Maqedonia dule 5 dhe Shqipëria 9, atëherë nuk e di cili ka me kanë shqetësimi më i madh për neve. Ky është një shqetësim tepër i madh që neve po na shtyn të mendojmë se si do t'ja dalim deri në fund të muajit. Kjo po ndikon drejt për drejt tek familjet. Paga nuk është rrit, çmimet çdo ditë po rriten, qoftë në restorane, qoftë në markete, tash edhe energjia elektrike, po edhe fakturat e tjera të mbeturinave, ose gjithçka po rritet çdo ditë dhe çmimi po jetë i njëjtë dhe kjo po ndikon që shumë familje tash të mendojnë se a të qëndrojnë më në Kosovë apo të ikin nga Kosova. Kjo drejt për drejt po ndikon tek familjet dhe të mirëqenia e fëmijëve. Sepse nëse e pagun fakturën energjisë elektrike edhe shpenzime tjera, atëherë do ndikon drejt për drejt në konsumimin e ushqimit, të veshmbathjeve, të ilaçeve. Sot kemi fëmijë të cilët me të vërtetë nuk kujdeset familja për shëndetin e tyre për shkak të nëse shkon te mjeku, secila vizitë te mjeku e cila ka qenë 20-30 euro tash është 50 euro. Domethënë shkaktimi i rritja e energjisë elektrike ose lufta në Ukrainë që shpe përdorën shpesh si model, ka ndikuar më rrit edhe vizita tek mjeku, më rrit edhe çmimi i banave, më rrit gjithçka dhe mos më ia që ta kemi edhe në mirëqenie brenda familjes. Po më kujton një rast ku një grua thoshte, s'po guxoj më shku te mjeku se po tutna po mdel në sen. Pikërisht. Për tash pa barazia sociale edhe familjet... Jo, për aspektin e shëndetësor, po për faktin që amrime u marë për me trajtu atë. Kjo pa barazia sociale po rritet në mas të madhe. Ne po shohim që edhe familjet që kanë pas të ardhura të larta, kanë fillu të ankohen në këto çmime. Mos flasim për familjet e cilat kanë të ardha të ulta ose që janë përfitues të skemave ndihme sociale. Vetëm një shembull më marr. Qeveria deri para disa viteve, 2-3 viteve ashtu, ka pas familje që kanë qenë në skemë të ndihme sociale ose personat me aftësi të kufizuar dhe raste tjera sociale, legjislacioni ka paraqur që secila familje të lirohet për një sasi të konsiderueshme të kilovatëve. Ka qenë diku rreth 270 kilovat që krahas ndihmës sociale dhe aty në pakove që ju jepen një familje, të lirohet edhe prej, ka qenë një lloj subvencionimi me 270 kW. Është ndërprej. Ajo është ndërprej. Tash një familje cila përfiton 100 euro, 120 euro në ndihmë sociale dhe pagun një fakturë 40 euro, 50 euro, sepse këto familje detyrohen që të shpenzojnë më shumë energji sepse i kanë shtëpijat e këqija, nuk i kanë të izoluara shpesh, i kanë dritare të thyme, nuk kanë mundësi të vendosin popa termike dhe këto detyrohen të paguajnë shumë më tepër energji. Tash po shohim cili është çmimi i druve për ngroje, cili është përdorimi i thëngjillit. Dhe derisa në anën tjetër po gjithë po për ndotjen e ajrit, për shkak të përdorimit të thëngjillit, në anën tjetër para shtëpiave 5K që sot kemi dikun 2-3 kamiona thëngjill të cilët janë detyruar që t'i blejnë dhe ne dimë se sa ndikon kjo në ndotjen e ajrit. Një tjetër temë që patjetër do të duhet ta diskutonin. Nuk e di nëse e kemi përsëri në lidhje zotrin Vezir Rexhepi, regjia? Zotri Rexhepi, po na dëgjoni tani më mirë? Pak sa më mirë, po. Okej. Atëherë,
Dëshironim të dinim që nëse veç do t'ishte kjo rritje e çmimit të energjisë, a do t'ishte arsye e një që e kemi pasur nga viti në vit që na duhet të importojmë bazën, ose të themi materjet bazë për prodhimin e energjisë dhe kjo është një tjetër arsye, apo në fakt kjo është një lloj plani për cilin është menduar më parë, sepse e përmendëm që kohë më parë kemi pasur një tjetër mendim, ka pasur të paktën informacione që do të kemi përsëri gjatë këtij viti një rritje të çmimit të energjisë elektrike. KESCO është përgjegjës për furnizimin e konsumatorëve, sidomos tash është bërë shumë qartë në kuptimin se kë do ta furnizoj, pra konsumator pra me tarifa të rregulluara, sikurse edhe jemi ne kryesisht domon mbi 60 deri në 70% që llogaritën ambisni, po edhe bizneset tjera normalisht shërbyse e tjera, pra që nuk arrin atë bazën pra mbi 10 milion euro qarkullim dhe mbi 50 punëtor, pra gjithë këta që po i ceku janë pra konsumatorë që ka përgjegjësinë KESCO për të furnizuar. Dim edhe një gjë që në muajt mars ose prill aty diku e dërgon planin operativ për një vit çdo operator, edhe në këtë rast edhe KESCO. Faktikisht aty e ka edhe të parapam edhe planin për furnizim me energji elektrike, por edhe planin për import të mundshëm të energjisë elektrike. Pra ka një pjesë të deklaruar të asaj se sa do të shpenzoj për import të energjisë elektrike. Dihet se në këtë aspekt edhe faktorët klimatik, pra në rritjen e konsumit të energjisë elektrike luajnë edhe faktorët klimatik, edhe faktorë tjerë pa diskutim. Po një prej problematikave që ne e kemi me vite kemi edhe energjinë elektrike, pra që shfrytëzojmë për ngrohje. Kjo është një e keqe e madhe, sepse të shfrytëzohet energjia elektrike pra për ngrohje është vërtet shumë jo e natyrshme, jo logjike, megjithatë kushtin të tilla, çka duhet bërë, pra duhet bërë që duhet një farë mënyrë apo tjetër të sidomos për shembull në Prishtinë, po themi që është një treta gati e konsumit të përgjithshëm në nivel Kosovë, pra të bëhet ai kogenerimi dhe që të bëhet ngrohje pra me energji termike. Kështu që këtu pra edhe tek kjo problematika e rritjes çmimit të energjisë elektrike, zërre mund ta diskutoj edhe brenda vitit, jo vetëm një herë në vit, po edhe brenda vitit mund ta diskutoj. Pa diskutim mund ta merr ndonjë vendim, por gjithmonë duhet të thirret në atë se e tha dhe parafol si situatën sociale, pra që gjendemi nuk është një gjendje ndoshta në ato nivele që do të donim ta shihnim për shembull një pjesë e mirë e familjeve, faktikisht nuk i kanë të ardhat edhe as të mirë, themi ashtu, sepse edhe ekspert që në fushën ekonomike vlerësojnë këtë gjë më mirë se sa unë, por të ketë një rritje të çmimit për shembull në situatën ekonomike çfarë gjendë Kosova, mendoj që nuk është arsyeshme. Por e thash edhe një herë, faktikisht Kosova, po themi kështu të gjitha qytetet në nivel Kosove, e furnizojnë vërtet e përdorin energji elektrike për ngrohje, edhe kjo çon në një ngritje të konsumit nga njerë dy fishi i konsumit veror. Kështu që këtu duhet pas parasysh pranë politika të ardhshme që do të intensifikohet energjia termike aty ku është e mundshme, edhe forma tjera të mundshme të furnizimit me energji elektrike. Por unë them që edhe në raste, po themi kështu emergjente, unë shpresoj që edhe qeveria pra të ndërhyj dhe mundsoj faktikisht edhe atë importin shtesë ose emergjent që duhet mbuluar për furnizimin konsumator, pra që të ndikojnë këtë aspekt mirë që mos të ndinë barën konsumatorët ose mos të ndikohemi edhe nga ndonjë rritje e mundshme energjisë elektrike. Nëse veç shohim çmimet në tregjet evropiane të energjisë elektrike, do thotë të momentit, ato që pritet të jenë në këtë periudhë kohore, a mund të themi që bazuar në atë çfarë po ndodh në botë, pjesë e këtyre çmimeve, pjesë e këtyre ngritjeve, në një formë ose tjetër, do të jemi edhe ne? Më falë edhe njerës, a mund është... Nëse veç flasim për çmimet që janë në tregjet evropiane të energjisë elektrike, profesori Mustafe tha që ka një ngritje të çmimit të energjisë elektrike në Evropë.
A do të thotë kjo që në një formë ose tjetër edhe neve do të na përfshin këto ngritje të çmimeve? Fatkeqësisht edhe kjo në farë mënyrë jemi të varur, edhe kjo është një komponent ose një faktor që edhe tregjet e bursa e çmimeve energjetike në Evropë ndikon edhe te ne, nuk ka diskutim ajo, por ne pra po themi duke pas parasysh rritjen prej 16.1%, mendoj që paktën këtë dimër ta kalojmë pa rritjet e çmimit të energjisë elektrike, sepse kuptohet që gjatë dimrit kërkesa është në një farë mënyrë apo tjetër shumë më e madhe se sa oferta, kështu që ka kërkesë më shumë pra gjatë dimrit për energji elektrike. Kështu që prapë po shpresoj që një farë mënyrë apo tjetër ai çmimi i ngritur prej 16.1% ndoshta do ta stabilizoj sadokudo dhe këtë dimër ta kalojnë të paktën pa një rritje të çmimit të energjisë elektrike. Dimi që mund të mos ketë ngritje të këtij çmimi aktual që kemi. Si? Jeni mendimit që mund të mos kemi një ngritje tjetër të këtij çmimi? Po, unë po shpresoj dhe po besoj një farë mënyrë se prapë po them tash kërkesa shumë më lartë gjatë dimrit, edhe çmimet natyrisht janë paksa më të larta, mund të jenë pa diskutim, por duhet të shohim pra mundësinë faktikisht ndoshta edhe që tha edhe parafocin me ndonjë subvencion ose rastet, për shembull kur kemi familje sociale e tjera, por që ta kalojmë këtë dimër pa një ngritje të çmimit të energjisë elektrike. E kuptoj. Zotri Rexhepi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Atëherë, profesor, ju si mendoni? Do të kemi apo jo ngritje të çmimit të energjisë elektrike? U përmendëm disa faktorë, i përmendri edhe zotri Rexhepi, edhe zotri Mujku. Që ta marrëmendja? Zotri Rexhepi po shpreh vetëm një dëshirë, por si qëndron realiteti. Ajo nga ne. Sigurisht nëse do të pyeseshim edhe këtë 16 vjeçin e kthejmë rrapa. Po, normal. Është diçka që përderisa ki këtë lloj presionit zbehet nga ona qytetar, pse mos ta arrit atë zërreja. Edhe në fakt vetëm po të përgatit, para përgatit. Ju kujtohet edhe therë për rritjen e çmimit në pranverët, biznes, thotë një 5-6 muaj më herë veç po ta ambienton ato, po ta bën natyrshme ty si qytetar. E ke ditë. Po, edhe kështu që është e pritshme kjo, sepse ne kemi treguar bazë tyne faktorëve dhe ti je para këtë kryen përmenda në fillim. Këto është problem thash, përderisa nuk ka do të presion, ai gjitha arsyet i ka për merrit, i ka arsyet ndesh artificiale dhe ndesh të natyrshme, sepse nga ana natyrshme e kemi import, nuk kemi prodhim të mjaftueshëm, import të bëna i diktojnë çmimin, dhe ne do të arrisim, dhe të ashtë e para këtë kryen, përmenda që në fillim. Por është problemi që nashta gjithë qeverit nuk kanë qenë në atë kuptimi enjoy, por në këtë rast kjo qeveri interesant, sikur se institucionet relevante, sikur po i vendos si padron të politika të veta, që me rëndu jetën e qytetarit. Për shumë të rasti avukut, për shumë nëse dalëm aty, dëllën zërtarë thënë, janë persit me krimba, por mund t'i hani. Edhe këto delë zërreja të jerin parashikush me këto rritë çmimet me një familë dhe qeveria, të institucione relevante, inspektorati i punës dhe lashto, që është zotëria këto, po flasë qësh po, kjo është do të thotë është thellësi e të mendurit ty në thotë, jo në politika drejta, por në politika që për me mbrojt vetë dhe me rëndu jetën e qytetarëve. Edhe në këtë rast, për shembull, ti sot kur flasëm, nuk janë të licencura asë ato institut, ato bizneset që kontrollojnë cilësinë e derivatët naftës. Sot kur flasëm pra ti ki me plot pikpyetje nivelin cilësisë forëve dhe të furnizimit me bukë, do thotë, dhe së rezultate i asaj që shkon mirë edhe nga ona sociale me bani hulumtim, që sot në çdo lagje, edhe si media mund ta merrni, kështu që me marrë si temë, më shumë ki barnatore se sa forbuke. Këtu ka do të thotë që ky qytetar është aq i smuar që po ka nevojë për kaq shumë banatore, sepse ato janë bizneset e ke fundit dhe përderisa nuk kanë fitim, ato nuk kanë nevojë të ekzistojnë. Dhe në fakt me një lagje i ki 2 forë 3, ndërsa i ki 10 banatore. Të shifet që ky qytetar është smuar dhe këtu nuk i bën përshtypje asnjë institucioni relevant.
as institutet shëndetësor, që ndoshta me bërë si lloj mënyrë ironike, me që nuk përna bëj kanë problem ata pershqit me krim, mu për mdo këtë që jam të nabon da më shumë të këta pershqit e mdhaj, me kolore, në të kuptimin, nështë të thëmë të zeza, apo të bardha, si do një po është në diçka që ne do thotë njerëzit që vendosen për politika, kur flasëm për politika në mërfil të ekonomike, kjo qeveri vetëm politika, ekonomike nuk ka pas dhe këta le del dikush le të më demanton që ka pas diçka të tillë. Dhe më absurdja është që në këtë kohë kur nuk ka mandat, futen në profilin e Facebookit kryeministët aktuale dhe që kam mbajt letë e kësaj qeverisë në detyrë. Më shumë të vendime ka marrë në raport gjese për interes të qytetarit, vendime për izolim të shtëpive, gjithçka këto, a kur ka qenë me mandat, nuk e ka pas këtë gatishmëri, gjithmonë ka qenë arsye, ka pas arsye për mos veprim, ndërsa sot që të ke fundit kem aq nivel të inteligjencës që me kuptu që në kohë të fushatës lokale. Por diçka që vetëm sinqeritet dhe vetëm përgjegjësi institucionale nuk ka. Krejt çka e përmenda gjatë bisedës që këto institucione relevante që tash ti si qytetar, po dhe si profesionist, kur fol një institucion i avukut, një institucion i mbrojtjes së konsumatorit, një diçka tillë, me një farë mënyrë të jep para këtë grupit që thotë, ajo është një institucion relevant dhe me një farë mënyrë mbi bazë ligjit ajo është përgjegjës. Por kur flasim se gjithmonë mirën dy parime, tek rasti edhe i ujit, sepse tash të ujit po dalim. Po desha marr një shembull tjetër, te rasti i ujit, për shembull, edhe sot kur flasim, ti ujë me mangan. Del arsyeton thonë, po kjo është e natyrshme. Po tash apo kthehemi në jetë nomade. Po hekim institucionet, s'po kemi institucion, pse ti paguajmë ato takse që mi majtë ata njerëz, që ata nuk janë në interes tonë të ngritjes së cilësisë. Tek e fundit, unë si qytetar, nuk më intereson shumë niveli i korrupsionit, mu më intereson niveli i cilësisë së jetës. Mu çdo ditë po mbjen cilësia e jetës, si nga ana të hyra, por edhe niveli cilësisë shëndetësore, sepse sot përmenda rastin i banatorëve, thotë më shumë po na mundshin banatori se sa biznese tjera. Të shivet që ky popull nuk është mirë nga ana shëndetësore. Zotri Mujko, si ju përmendet një element që pas ka qenë të kaluarën, pagimi një sasie të kilovatëve të shpenzuar të energjisë elektrike për familjet me ndihma sociale. Kjo nuk qenë ka më. Ka edhe shumë aspekte të tjera në cilat duhet patjetër të intervenuar nga ana institucioneve, nga vetë shteti, në mënyrë që t'ju lehtësohet jeta këtyre familjeve. Ne ishte ai propozimi të bëhet furnizimi me ngroje, si ishte, e harrova termin, gjithsesi, jo vetëm me energji elektrike, me ngroje termike. Po është e pamundshme të furnizohen me ngroje termike këto kategori, këto familje. Do shta kjo pëjbjen si një lloj revoltje që po shpreh, po me të vërtet kjo është pasqyra reale e shoqërisë tonë ku ne po jetojmë. Ne po shohim një konflikt mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. Ka qenë e dhëmshme për mua ditë të kaluara, javë të kaluara, ku më taku shumë persona, qoftë mirëmbajtës në institucione, qoftë punëtor sigurimi, qoftë të kompanive ose ndërmarrjeve, të cilët thonë që 2 muaj 3 s'kemi marrë paga. Arsyeja ka qenë thjesht mosvotimin i buxhetit në nivel lokal, pastaj niveli qendror me ato inatet e tyre me nivelin lokal dhe takon persona të cilët janë të moshës ndoshta 55, 60, 65 vjeçare, e besa kemi edhe punëtor sigurimi mbi moshën 65 vjeçare shumë herë për shkak të mungesës së fuqisë punëtore dhe të pyesin a të dalim nesër në punë apo jo, për shkak se enda nuk e kanë marrë pagën e muajit të kaluar. Dhe tash si t'ja del, kur një person shkon në vendin e punës dhe nuk ka para as për një shujt, që ta mbulon dhe detyrohet dikush që ndoshta të bëjë rahmet ja bën një shujt. Tash ne po e shohim se kjo është një efekt domino. Profesori e shpjegoi shumë mirë, po na po e shohim buka u ngrit 60 cent më një herë. Veç 2-3 ditë u bisedu kjo çështje dhe u harru. Tash në për gjitha furrat e ke çmimin standard 60 cent. Familjet fakt ekonomik bre. Familjet në skemë të ndihmës sociale janë ato që shpenzojnë më shumë ti bukë sepse nuk kanë mundësi që të ushqejnë me sallata, me mishna të ndryshme. Kafe prej 1 herë, 2 herë në secilin lokal të Prishtinës, dhe shumë herë njerëzit thonë po mund të qëndrosh edhe pa kafe.
Mirë po, është edhe një nevoj, është një mënyrë e socializimit të njerëzve ku dalin. Mirë po, pyet ashtë e restorane, thotë, 2500 euro kom pas fakturën muajin e kalum, 8000 ka në këtë muaj. Fuqia punëtore ma nuk po punon me 500 euro, po pëllim 800 euro ose po don me ikë prej vendit punës. Detyrimisht detyrohet që ta shtrajtoj edhe çmimin e ushqimit edhe të kafes, që lan ndikon drejt për drejt tek ne. Ne kemi dëshmitar veç këto 2 ditë. U ftof koha dhe në vend që të intervenoj nivelli lokal, edhe qëndroj, po që të mos është nivelli lokal, termokosi, ta qoj ngrohjen prej gotë gjenerimit, thot jo ne jem të testu, dhe temperatura ra në 0, në 1 gradë, për herë parë, se neve gjithë nga befasojmë befasirat, se na gjithëzimin befasi, dhe u parëzemru që do të ketë ullje temperaturave dhe dje par dje, familjet kanë shpenzu atë shumë energji elektrike që në fund mujtë, se cili do të avrenë në qmimin e fakturës, e shërë sa ma shumë do të vjenë qmimi fakturës. Dhe kjo po ndikon një stres psikologjik. Besoni apo jo, brenda familje, sot kemi një lloj konflikti familjar, jo e harrove dritën dhez, jo shporeti, jo bani këto edhe fillon. Si pasojë një grindje brenda familjes, sepse nuk arrin të paguash faturën e energjisë, po kemi edhe raste të dhunës familje dhe pasaj për pasojë po vinë edhe shumë tjera. Dhe shumë interesant kur bëjmë krahasime, thojmë po edhe në perëndim është trajtu rryma. Po nëse aty është bë faktura 100 euro, 100 euro në 3000 euro, ajo është një përqindje shumë e vogël e pagës e cila nuk e dëmton as pak buxhetin familjar. Kurse një fakturë 100 euro në një të hyrë 500 euro, ajo është 20% e të hyrave. Kjo ndikon jashtëzakonisht shumë. Atje sigurisht shëndetësor, mbrojtja sociale, të gjitha që i kanë atë në krahasë me këto. Patjetër. Unë i di që kena atë shumë për me folë dhe më vjen tepër keq që tashmë i kemi kalu minutat për këtë diskutim të ditës së sotme. Krejt fund profesor, thirrja jote për ata që duhet në fakt të veprojnë. Dhe me shpresë që nuk do të kemi një ngritje tjetër. Unë në vlerësoj që deri me ta në që po, nuk ka ndërgjithësim qeveritar, të asë një qeveri dhe kësaj qeveri për deri sa nuk i aktivizim fakt qytetar. Do të pra po këthejmi të kajo, të do të më ngrit aktivizimi qeveritar, që do të më ngrit e ndërgjegjja tyne në të kuptimin jo natyrshëm, po e paqashme. Po për deri sa nuk e ke i këto, pse ata mos të vazhdojnë. Dhe në këtë drejtim më vlerësoj që ky qytetar, nëse do në me jetu në Kosovë, që duhet me jetu, sepse dikush është sakrifiku për me posë sot në një lirime, posë sot një shtetë, dikush ka dho jetin, dikush ka dho familjen, edhe gjymtyr për me qenë një shtetë në Republike Kosovës, dhe sot ne, mes me mujtë me qëndru, me jetu në Kosovë, dhe këto qeveri, vetëm mund të mërni me men, edhe ne gjithë e mbojmë men vitet 90. Gjithmonë i kemi, si me thonë, e kemi shfajsu vetë vetën, e kemi akuzu ata se kemi represion, është dhe thot një shtetë që nuk na do ne, ose edhe në kone misionit të nëmi, këta po këta nuk janë interes tonin, e sot, këto qeveritar, këto deputet, vetëm mund të amërmen nivelin e ndërgjithësimit që prej 9 shtatorit, sot jemi 6 shtatorit, nuk kemi qeveri. Këto është do të ajo kretë që ka të tërgon pasqyra, imazhi, mozaiku, i përfaqësuesve të popullit tonë në nivele më të larta institucionale. Faleminderit shumë për kohën, e thashë e di që kemi edhe shumë për thënë.